Rreth vitit 2024 më duket, pranë zyres time është paraqit një person cilësi dëmtumit dhe ka shprehur një shqetësim pak a shumë sa i përket një dyshimit për mashtrim. Pas kësaj, gjatë hulumtimeve që kemi bërë dhe kërkesave që si mbrojtje, si përfaqësuesi të dëmtuarit, kemi nicur direkt duke i pa gjitha transferet bankare nëpërmjet Western Unionit dhe MoneyGramit, pak a shumë kanë qenë, që i dëmtuari ja ka dërgu personin me emrin Naxhie, nëse s'jam gabim Naxhie Ramadani, me gjitha ato arsyetimet që fillimisht i dëmtuari paraqitet në faqet e online nëpërmjet rrjetit social Facebook për tek një faqe çifte të divorcuara, kështu diçka ka qenë, me interesimin që ta gjej një bashkëshorte për faktin se fatkeqësisht njëjti i kishte vdekur bashkëshortja dhe për shkak të interesimit të tij ishte paraqitur në atë rrjete sociale ku kishte rrobë prej mashtrimit, ndërsa gjatë gjitha këtyre bisedave zoja Naxhie në gjitha këtë rast kishte qenë si ndërmjetësuese që klientit tim t'ia gjej një bashkëshorte dhe e qet në kontakt me një person të ashtuquajtur Bukurie Krasniqi, për të cilin nuk dim a ekziston realisht ai person apo është vetë ndoshta zoja Naxhie që paraqitet me dy emra të njëjtë, e njëjta komunikon vetëm nëpërmjet rrjetit social WhatsApp për rreth 3 muaj dhe gjatë kësaj periudhe vazhdimisht kërkojnë të holla në shuma të ndryshme. Fillimisht starti i kërkimit që klienti im ja ka dërguar është 150 euro me pretendimet që nevojiten për dokumentacion. Pastaj fillojnë kërkesat e ndryshme përmes zojës Naxhie dhe një person tjetër me të ashtuquajtur çlirim, emri i cilit nuk më kujtohet, por në shkresat të lëndës e kemi edhe dhënat e atij personit. Pastaj shumë të ndryshme 1500, 1800, gjithmonë sipas kërkesës, klienti jam duke rënë prej besimit tyre tepërt, realizon një transfer në total të i kalon shumën prej 9000 euro. Pas këtyre, zoja Naxhie zhduket, e bllokon gjitha rrjetet sociale, zoja Bukurie zhduket me pretendimet që është në trajtament mjekësor herë në Shqipëri, herë në Kosovë, herë në Maqedoni. Pastaj klienti im humb gjitha kontaktet me ta. Vetëm përmes letërnjoftimit të saj kem arrit me inicu padi në gjykatën themeluar në Prizren Dega Suarek, e cila tani padia është inicuar që nga data 31 dhjetor 2024 dhe lënda është proceduar te gjyqtari i çështjes, presim që të caktohen seancat, po akoma si ka rendi sipas rrjedhës procedurës të caktohen gjykimet. Jem pritje që në bazë provave dhe në bazë bisedave telefonike të cilat ju kanë bashkangjit shkresat të lëndës, në bazë transfere bankare jem pritje të një vendimi meritor nga ana e gjykatës. Njëkohësisht pas kësaj rrjedh një procedurë tjetër, rrjedh një kontakt tjetër që i paraqiten disa persona tjerë që ne dyshojmë që pikërisht zoja Naxhie ka nejtë si outsider në këtë rast, po çështja dhe interesi ka qenë i njëjtë, paraqiten 3 persona, njëja është të quajtur emrin Fitim Pereva, nëse s'jam gabim, Mirjeta Osmani e Mine Mazreku. Njëkohësisht njëjti në bashkëpunim me njëri tjetrin kërkojnë të holla nga ana e klientit tim, me të njëjtat premtime do t'ia gjejmë një bashkëshorte. Klienti im për shkak të moshës që është rreth viteve 65-66, përsëri bie prej mashtrimit. Çka ndodh? Pas kësaj klienti im vazhdon nga Gjermania, po ashtu nga Kosova t'i dërgoj të holla personave Fitim Pereves, Mirjetës, Eminës, secilin shumë ndryshme. Edhe me këto veprime të njëjtit në bashkëpunim të tretë i shkaktojnë dam mbi 12500 euro, cilat nga transfer bankare kemi ndarë ato shuma, ku më së shumti dam i shkakton Fitim Pereva. Është bë edhe arrestimi të treve, me të cilin nga ana e gjykatës për shkak të kompetencës territoriale nga ana e gjykatës themeluar Prizren Dega Suarek është caktuar me anë kërkesës për caktim paraburgimit të njëjtëve jo ka caktuar sipas njohurive që kem, për shkak se në këtë fazë nuk lajmërohet edhe përfaqësuesi palës së dëmtuar apo pikërisht edhe pala e dëmtuar dhe sipas informatave që kem ju ka caktuar mosa e arrestit shtëpiak
Tani me jem pritje në ngritjen e akt akuzës, akoma nuk jemi informuar si mbrojtje si përfaqësuesit të dëmtuarit është ngrit akt akuza ndaj të dyshuarve, por në bazë provave që janë, bazë bisedave që janë, po ashtu kallëzimi penal përveç veprës penale të mashtrimit është iniciuar për veprën penale të kanosjes, që pikërisht personin fjalë për t'i shkaktuar një frikë dhe ankth klientit tim nëpërmjet bisedave kërcënon me fjalët që nëse hap rastet në polici, atëherë gjitha fotot e tua çka ke bën me personat në fjalë, për shkak se i njëjti pas bisedës që ka bërë atë që është bind që është duke biseduar me personin cilin do ta kalon jetën, i njëjti dërgojnë shkëmbejnë foto me njëri tjetrin, dhe ato foto do thotë janë keqpërdor, kanë tentuar faktikisht keqpërdorë me anë të kanosjes, dhe i fusin të njëjtit ankth dhe frikë dhe pasiguri në jetën e tij. Për këtë arsye është iniciuar edhe kallëzimi penal edhe për kanosje ndaj Fitim Pirevës, dhe tani më vetë se po presim që të ngritet akt akuza, ndoshta është ngritur, akoma nuk jemi informuar, dhe të vazhdojmë procedurën, dhe interesi i vetëm i klientit tim është që s'poku t'i kthehen tollat si nga Zoja Naxhie, shumë për 9.000 euro, po ashtu edhe nga këta 3 persona të shumën 12.000, që në total kalon shumën për 22.000 apo më shumë.